Ushqimet që i mbajnë veshkat të pastra dhe të shëndetshme. Pse veshkat ndoten dhe si ndihmon ushqimi çfarë roli kanë veshkat në trupin ton? Veshkat janë si filtrat kryesor të organizmit. Çdo ditë ato filtrojnë rreth 150-180 litra gjak, duke larguar toksina, mbetjet metabolike, kripërat e tepërta, ujin e panevojshëm. Nëse veshkat funksionojnë mirë, trupi është i balancuar. Nëse lodhen ose dëmtohen, helmet grumbullohen, presioni i gjakut rritet dhe shfaqen probleme serioze shëndetësore. Pse veshkat ndoten ose dëmtohen? Shumë njerëz mendojnë se veshkat sëmuren papritur. Në realitet, dëmtimi është i ngadalt dhe i heshtur. Shkaqet kryesore janë konsum i tepruar i kripës, ushqime shumë të përpunuara, sheqer i lartë në gjak, mungesë uji, proteina shtazore të tepruara, alkool i shpeshtë, ilaçe pa kriter, sidomos qetësuesit. Veshkat nuk dhembin derisa dëmi të jetë i avancuar. Prandaj ushqimi parandalues është jetik. Shenjat e para që veshkat janë të lodhura. Edhe pse simptomat shpesh injorohen, disa shenja paralajmëruese janë: lodhje e vazhdueshme, enjtje e këmbëve ose fytyrës, urinë me ngjyrë të errët ose shkum, urinim i shpesht gjatë natës, presion i lartë i gjakut, dhimbje mesi, jo gjithmonë. Në këtë fazë, ushqimi i duhur mund të ndalojë përkeqësimin. Si ndihmon ushqimi në pastrimin e veshkave? Veshkat nuk pastrohen si lavatriçe, por ushqimi i duhur i lehtëson ato duke ulur ngarkesën toksike, rregulluar mineralet, natrium, kalium, fosfor, përmirësuar qarkullimin e gjakut, reduktuar inflamacionin, parandaluar formimin e gurve. Ushqimet që i lodhin veshkat që duhet kufizuar. Para se të flasim për ushqimet e mira, duhet të dim armiqt kryesor të veshkave. Kripa e tepërt, sallamet, suxhuku, prosciutto, ushqimet fast food, pijet e gazuara, sheqeri i rafinuar, mishi i kuq çdo ditë, djath shumë i kripur, ushqime të skuqura. Sa më shumë ti konsumosh këto, aq më shumë punojnë veshkat. Uji baza e çdo diete për veshka të shëndetshme. Pa ujë të mjaftueshëm, toksinat nuk largohen. Rritet rreziku i gurve. Urina bëhet më e koncentruar. Sasia ideale: 1,5-2,5 litra në ditë, në varësi të peshës, motit dhe aktivitetit. Jo të gjithë duhet të pinë shumë ujë. Personat me sëmundje të avancuar të veshkave duhet të këshillohen me mjekun. Perimet më të mira për veshkat, pse perimet janë thelbësore për shëndetin e veshkave. Perimet janë ushqimi më miqësor për veshkat, sepse kanë pak krip natyrale, përmbajnë shumë ujë, janë të pasura me fibra, ulin inflamacion, ndihmojnë në largimin e toksinave. Një dietë e pasur me perime ul rrezikun e gurve në veshka dhe ngadalson dëmtimin e tyre. 1. Kastraveci, pastrues natyral i veshkave. Kastraveci përmban mbi 95% ujë. Çka e bën ideal për hollimin e urinës, largimin e kriprave, parandalimin e gurve? Si ta konsumoni? I freskët në sallata, lëng i shtrydhur me limon, në smoothie të lehta, pa krip të shtuar. 2. Lakra jeshile, mburoj kundër toksinave. Lakra jeshile është e pasur me vitamins, e ulet në kalium, anti-inflamatore. Ajo ndihmon veshkat të neutralizojnë helmet, përmirësojnë filtrimin e gjakut. Forma më e mirë, e zier lehtë ose në sallat. 3. Hudra, antibiotik natyral për veshkat. Hudra ul presionin e gjakut, lufton bakteret, redukton inflamacion. Presioni i lartë është armik direkt i veshkave, prandaj hudra është shumë e rëndësishme. Konsumoje e freskët, e shtypur në fund të gatimit. 4. Karota, mbështetje për filtrimin. Karotat janë të pasura me beta-karoten, të lehta për veshkat, ndihmojnë metabolizmin. Ato mbështesin qarkullimin e gjakut, eliminimin e mbetjeve. 5. Qepa, pastruese e butë. Qepa ka pak kalium, ndihmon në pastrimin e gjakut, ul stresin oksidativ. Ideale për persona me rrezik për gurë. Dieta për veshka të ndjeshme. 6. Specat, vitamin pa ngarkesë.
Specat, sidomos të kuq, kanë shumë vitaminës. Janë të ulët në kalium. Mbrojnë qelizat e veshkave. Perime që duhen konsumuar me masë. Edhe pse janë të shëndetshme, disa perime kanë shumë kalium. Spinaci, domatja, pangjari, patatja. Nuk ndalohen, por kontrollohen në sasi, sidomos për persona me probleme veshkash. Përmbledhje e shkurtër. Perimet hidratojnë dhe pastrojnë veshkat. Sa më pak krip, aq më mirë. Zjerja e lehtë është metoda ideale. Larmia është qelësi. Frutat më të mira për veshkat, se frutat janë të rëndësishme për shëndetin e veshkave. Frutat janë burim natyral i ujit, vitaminave, antioksidantëve, fibrave. Ato ndihmojnë veshkat të filtrojnë më lehtë gjakun, ulin inflamacionin, parandalojnë formimin e gurve, përmirësojnë urinimin. Sekreti është zgjedhja e frutave të duhura dhe sasia. 1. Mollët, mbrojtëse të forta të veshkave. Molla përmban pektin, fibër pastruese, ul kolesterolin, stabilizon sheqerin në gjak. Sheqeri i lartë dëmton veshkat, prandaj mollët janë aleate të rëndësishme. Këshill, 1 mollë në ditë është ideale. 2. Limoni, armiku i gurve në veshka. Limoni rrit citratin në urinë, parandalon gurët e kalciumit, ndihmon në pastrimin natyral. Ujë me limon në mëngjes është zakon shumë i mirë për veshkat, pa sheqer të shtuar. 3. Qershit anti-inflamatore natyrale. Qershit ulin acidin urik, reduktojnë inflamacionin, ndihmojnë në eliminimin e toksinave, të dobishme sidomos për persona me përdhes, rrezik për gur. 4. Shalqiri, hidratues i fuqishëm. Shalqiri përmban mbi 90 i ujë dhe stimulon urinimin, pastron kanalet urinare, ul ngarkesën e veshkave, konsumohet më mirë vetëm, jo pas ushqimit të rënd. 5. Boronicat, mbrojtje për traktin urinar. Boronicat parandalojnë infeksionet urinare, mbrojnë qelizat e veshkave, janë të ulta në sheqer, shumë të mira për gra, persona me infeksione të shpeshta urinare. 6. Ananasi, ndihmë kundër inflamacionit. Ananasi përmban bromelain. Ul engjep, përmirëson tretjen. Tretja e mirë, më pak mbetje për veshkat. Fruta që duhen konsumuar me kujdes. Disa fruta kanë shumë kalium. Avokado, portokalli, kiwi. Jo të ndaluara, por jo çdo ditë dhe jo në sasi të mëdha për persona me probleme veshkash. Përmbledhje e shkurtër. Frutat hidratojnë dhe mbrojnë veshkat. Limoni ndihmon kundër gurve. Boronicat parandalojnë infeksionet. Sasia është po aq e rëndësishme sa cilësia. Arat, farat dhe drithërat, miq apo armiq të veshkave. Pse këto ushqime janë të ndjeshme për veshkat? Arat, farat dhe drithërat janë shumë të shëndetshme për zemrën dhe trurin, por për veshkat ato janë një thik me 2 tehe, sepse përmbajnë fosfor, kanë proteina bimore. Disa janë të pasura me kalium. Kur konsumohen sakt, ndihmojnë veshkat. Kur teprohet, i lodhin. Drithërat më të mira për veshkat. 1. Orizi i bardhë në sasi të kontrolluar. Edhe pse nuk është më ushqyesi, ai ka pak fosfor. Është i lehtë për veshkat. Tretet shpejt. I përshtatshëm për persona me veshka të ndjeshme. 2. Tërshëra. Tërshëra ul kolesterolin. Stabilizon sheqerin. Ndihmon tretjen. Këshill. Konsum 3-4 herë në javë. Jo çdo ditë për persona me probleme veshkash. 3. Buka e bardhë, jo e zezë për çdo ditë. Buka integrale ka më shumë fosfor. Për disa persona me veshka të dobëta, buka e bardhë është zgjedhje më e sigurt. Arat të shëndetshme, por me mas. 4. Arat e thata. Arat kanë yndyra të mira, por edhe shumë fosfor. Sasia ideale. 3-4 ara, 2-3 herë në javë. 5. Bajama, të pasura me vitaminë E, por të rënda për veshkat në tepric. Maksimumi 5-6 bajame në një ditë, jo çdo ditë. Farat, kujdesi veçantë. 6. Farat e lule diellit. Shumë fosfor, shumë krip, sidomos të pjekura, jo të rekomanduara për veshkat e ndjeshme. 7.
Farat qia dhe lini, pozitive në sasi të vogla, ndihmojnë tretjen, Ulin inflamator. një lugë çaj në ditë është e mjaftueshme. Ushqime që duhen kufizuar fort, drithëra shumë integrale çdo ditë, Granola të përpunuara. drithëra të ëmbëlsuara, Ara të kripura. përmbledhje e shkurtër. Drithërat e lehta janë më miqësore për veshkat. Arat ndihmojnë vetëm në sasi të vogla. Fosfori i tepërt lodh veshkat. Lexo gjithmonë etiketat. Proteinat, sa, cilat dhe si ti konsumoni pa dëmtuar veshkat, pse proteinat janë kritike për veshkat. Proteinat janë thelbësore për Muskël. Imunitetin. riparimin e qelizave. Por kur konsumohen më shumë se që duhet, ato rrisin mbetjet azotike, shtojnë punën e veshkave, përshpejtojnë dëmtimin e tyre. Teprica e proteinës është një nga shkaqet kryesore të lodhjes së veshkave. Sa proteina janë të sigurta? Personi shëndetshëm 0,81 kgp trupore. Persona me probleme veshkash, më pak, sipas mjekut. Shembull. Një person 70 kg, rreth 55-70 g proteina dhe ditë. Proteinat më të mira për veshkat: 1. Peshku, sidomos i bardh, i lehtë për tretje, Më pak mbetje toksike. Përmban omega 3. 2-3 herë në javë është ideale. 2. Mishi i pulës, pa lëkur, më pak yndyr, më pak fosfor se mishi i kuq. Forma më e mirë, i zier ose i pjekur, jo i skuqur. 3. Veza, sidomos e bardha, Protein cilësore. pak fosfor në të bardhën. Një vezë në ditë ose 3-4 herë në javë. Proteina bimore, zgjedhje më e butë 4. Fasulet dhe thjerrzat, me mas, të shëndetshme, por përmbajnë kalium dhe fosfor. 1-2 herë në javë, të ziera mirë. 5. Tofu. Protein e lehtë, Më pak mbetje. i përshtatshëm për persona që shmangin mishin. Proteina që dëmtojnë veshkat. Mish i kuq çdo ditë. Salam, sujuk, proshut, mish i skuqur. Proteina pluhur pa nevojë. Dieta ekstreme hik protein. Këto rrisin rrezikun e Gurve në veshka. presionit të lartë, dëmtimit kronik të veshkave, përmbledhje e shkurtër. Proteinat janë të domosdoshme, por me mas. Peshku dhe pula janë zgjedhja më e mirë. Proteinat bimore janë më të buta. Teprica, rrezik për veshkat. Produktet e qumshtit dhe kalciumi, miq apo armiq të veshkave. Pse qumshti dhe kalciumi janë temë delikate për veshkat? Produktet e qumshtit janë burim i mirë i Kalciumit. Proteinave. Vitaminës D. por ato përmbajnë gjithashtu Fosfor. proteina shtazore. Teprica mund të çojë në Gur në veshka. ngarkesë të shtuar për veshkat. Cilat produkte janë më të sigurta? 1. Qumshti me pak yndyr, më i lehtë për tretje. Më pak ngarkesë. Një gotë në ditë është e mjaftueshme. 2. Kosi natyral, pa krip, përmirëson florën e zorëve. Ndihmon eliminimin e toksinave. Zorë të shëndetshme, më pak punë për veshkat. 3. Djathi i freskët, jo i kripur, më pak natrium, Më pak fosfor. shmang djathrat e vjetër dhe shumë të kripur. Produktet që duhen kufizuar. Djathi fort, kaçkavall, parmigjan, qumësht i plot çdo ditë. Produkte shumë të përpunuara. Kos i kripur. Kalciumi dhe gurët në veshka. Shumë njerëz gabojnë duke menduar se kalciumi shkakton gurë. E vërteta, kalciumi i balancuar i parandalon gurët. Suplementet pa nevojë i rrisin. Kalciumi nga ushqimi është më i sigurt se nga tabletat. Vitamina D dhe veshkat. Vitamina D ndihmon përthithjen e kalciumit, por teprica dëmton veshkat. Duhet matur me analiza. Mos merr suplemente pa këshill mjeku. Përmbledhje e shkurtër. Qumshti dhe kosi janë të dobishëm me mas. Djathrat e kripur dëmtojnë veshkat. Kalciumi natyral mbron. Suplementet rrezikojnë. Balanca është qelësi. Kripa, sheqeri dhe pijet. Armiqt më të rrezikshëm të veshkave, pse kripa është armiku numër 1 i veshkave. Kripa, natriumi, rrit presionin e gjakut, mban ujin në trup, detyron veshkat të punojnë më fort.
Presioni i lartë është shkaku kryesor i dëmtimit kronik të veshkave. Ushqimet më të kripura që dëmtojnë veshkat: salam, sujuk, proshut, djath i kripur, turshi, ushqime të konservuara, fasto, patatina. Edhe ushqimet e ëmbla shpesh fshehin krip. Sa krip është e sigurt? Maksimumi 5 krip në ditë. Për persona me probleme veshkash, edhe më pak. Përdor erza natyrale, limo, hudër, majdanos. Sheqeri, dëmtim i heshtur. Sheqeri rrit diabetin, dëmton enët e gjakut, përkeqëson filtrimin e veshkave. Diabeti është shkaku e rënjej dializës. Burime të fshehura sheqeri, pije të gazuara, lëngje industriale, ëmbëlsira, drithëra të ëmbëlsuara, kos me shije, pijet cilat ndihmojnë dhe cilat dëmtojnë, pije të mira për veshkat, ujë natyral, ujë me limon, çaj kamomili, çaj boronice, pije që dëmtojnë veshkat, pije energjike, pije të gazuara, alkool i shpesht, kafe në tepric. 1-2 kafe në ditë janë në rregull, jo më shumë. Alkooli dhe veshkat. Alkooli dehidraton trupin, rrit presionin, dëmton filtrimin, konsum i rrallë dhe në sasi të vogla. Përmbledhje e shkurtër. Kripa e tepërt shkatëron veshkat. Sheqeri çon në diabet dhe dializë. Uji është pija më e mirë. Alkooli dhe pijet e gazuara duhen kufizuar. Plan ushqimor, gabimet e shpeshta dhe këshilla praktike. Shembulli një dite ushqimore për veshka të shëndetshme. Mëngjesi: 1 gotë ujë i vakët me limon, 1 fet buk e bardhë ose të shër e zier, 1 vezë e zier ose kos natyral, 1 moll ose dardhë, dreka, supë perimesh pa krip, peshk i pjekur ose pulë e zier, oriz i bardhë ose patate e zier me mas, sallat me kastravec, lakër dhe vaj ulliri, darka, kos ose djath i freskët, perime të ziera lehtë, 1 fet buk, mes vakteve, fruta të lehta, çaj bimor, ujë gjatë gjithë ditës. Gabimet më të shpeshta që dëmtojnë veshkat: konsum i tepruar i kripës, shumë mish i kuq, pak ujë gjatë ditës, përdorim i shpesht i qetësuesve, dieta ekstreme, hik protein, keto, injorimi i analizave. Shumë njerëz dëmtojnë veshkat pa e kuptuar. Këshilla praktike për çdo moshë të rinjtë: shmang pijet energjike, mos tepro me proteina pluhur, pi ujë rregullisht, mbi 50 vjeç, kontrollo presionin, ul kripën, bëj analiza 1 herë në vit. Analizat që duhen kontrolluar: urea, gërë, analiza e urinës. Zbulimi i hershëm shpëton veshkat nga dializa. Mite dhe të vërteta. Çajrat i pastrojnë veshkat, ndihmojnë, por nuk zëvendësojnë ushqimin. Sa më shumë ujë, aq më mirë. Balancë, jo teprim. Përfundim. Veshkat nuk flasin, nuk dhembin herët, por dëmtohen shpejt. Ushqimi i duhur, uji i mjaftueshëm, pak krip dhe sheqer, kontrolle të rregullta janë çelësi për veshka të pastra dhe jetë të shëndetshme.